Të njëjtën Këshilli Bashkiak i Vlorës do të mblidhet për të diskutuar dhe miratuar shtyrjen e kontratës së administrimit të flamurtarit nga kompani turke TRK Group dhe Atlas Global, që përfaqësohen nga Sinan Idrizi. Kontrata e fundit mes Bashkisë Vlorës dhe kompanive turke, që skadon në shtator, u shty me 1 vit, por kërkesa e re e Idrizit është që kontratat që do të miratohen të njëjtën nga Këshilli Bashkiak të jenë pa afat deri në privatizimin e klubit. Gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+ Vlora këtë të mërkur, presidenti i klubit flamurtari Sinan Idrizi shpjegon se pse e kërkon kontratën pa afat deri në privatizim. Po që mos të kalonim tek rutina e përvitshme, që më duket se ishte një rutinë thjesht vibrimeve të fjalëve pa kuptim, kërkuam që të shtyrim deri në momentin që të kalonin në proces privatizimi. Pra për ta thjeshtuar më tepër këtë procedurë dhe asnjë më tepër se kaq. I pyetur se çfarë pret nga Këshilli Bashkiak, Idrizi është shprehur se beson tek më e mira që ata mund të bëjnë. Më të thjeshtën fare. Më të thjeshtën fare sepse e kam thënë të gëgjur dorë nga modestia, kam marrë përsipër një barë financiare, të cilën provojnë 100% vetë, dhe thjesht që këshilltarët të vlerësojnë këtë investimin tim dhe kaq. Keni mesazh që u drejton këshilltarëve? Jo, mesazh të drejtë për drejtë nuk kam. Ne përsërisht këta nga pjesa më civile e Vlorës, ata që në përvojsojnë atje, një mesazh veçantë nuk kam. Idrizi thekson se nuk pranon që t'i njihet asnjë investim që ka bërë në stadium në këto vite, ndërsa kërkon nga Këshilli Bashkiak që ta ndihmojë për situatën tek Pylli i Sodës, ku territori aty është në sekuestro preventive. Ky e din që këtu çdo gjë paragjykohet. E kupton? Paragjykohet çdo gjë, edhe kur merr frymë paragjykohet, pse merr frymë kështu. Ideja është e thjeshtë, unë kam patur një kontratë me Këshillin Bashkiak të para 11 apo 12 vjetëve, ku thuhej gjithë investimet që kam bërë do të njihen për një hap të dytë apo për një fazë të dytë ku mund të jetë privatizimi. Për të hequr dorë nga ky paragjykim i kësaj. Kupton, unë e kam shprehur dhe pranoj publikisht, them çdo lloj investimi që kam bërë, dhe ky që po shkon në stadium që nuk është i pakt, edhe ky lloj investimi them që nuk duhet të njihet. Pra kur vjen puna për pjesën atyre thashë themnaj si mund të ngrirë të kësaja. Pra them që unë çfarë kam bërë deri tani duhet më quhet zero dhe tenderi hapur çdo të jetë, unë do të hym në tender. Se ku është faza e tenderit, ju e dini që ka dalë një VKM tashmë. E lehtë zhvillimit të stadiumit flamurtari. Jam në pritje akoma për terrenet e Pyllit të Sodës. Kur më pyet pak më parë dhe më thatë keni ndonjë këshill në thirrje për drejt për qytetarët, për këshilltarët. Thash nuk kam, sepse po ama pres nga këta që të bëjnë detyrën e tyre për sa përket atyre terreneve që janë atje. Më ka ardhur në kryetari i bashkisë, ka qenë korrekt, ka sjell një dosje atëherë, kur më ka thënë që një pjesë e madhe këtyre janë sekosta konservative nga prokuroria e Vlorës, dhe sot që flasim bashkë ne, unë nuk di çfarë të bëj. Pra, nëse me të drejtë një këshilltar i nderuar, para disa viteve ka thënë që tek Pylli i Sodës nuk ka banjë për fëmijët, dhe unë them shumë shkurt, duhet në këtoj banjë, por nuk di ku t'i ndërtoj, sepse janë në sekuestro konservative. Pra, bëm një fushë, reparova fushën e vjetër atëherë, duke me idenë për të bërë të dytë të tretë, sot nuk investojmë dot. Pra, kërkoj një mirëkuptim në zgjidhjen e kësaj situate. Idrizi shpreson që të mos ketë një histori të gjatë deri tek privatizimi, pasi ligji nuk e lejon të zgjatjen e procesit. Nuk besoj se do të jetë një godo që nuk ka përfundim më. Sepse është ritmi ekonomik në Shqipëri, ritmi sektorit sportiv në Shqipëri që të detyron që të marrësh një nismë tipi të tillë. Pra përsërisht edhe që nuk duhet të ketë më edhe ermal. Pra nuk mund të ketë është që ende publike, e kupton, nga njëra anë dhe nga anë tjetër të kemi një histori të një klubi që gjasme quhet privat. Pra u kam thënë që në fillim fare që duke mbajtur e përsërisë her pas here këtë. Ne jemi vetëm klub në Shqipëri që nuk kemi marrë 100 dark nga endet publike, nuk kemi marrë 100 dark nga taksapaguesit, plonjat dhe shqiptar. Dhe tani këtë themi tani ta kalojmë këtë histori. Pra të themi që të kalojmë një kirurgji tash në të menduar. Do thotë kirurgji në të menduar, domethënë nuk mund të mendosh tash ti si bolshevik dhe si kapitalist. Pra nga njëra tjetër nuk mund të dot që ti të kesh mentalitetin tënd, një mentalitet të regjistruar bolshevik dhe të kërkosh të dukesh si kapitalist. Pra ndani këtë histori. Nuk ka pse të ketë më parë të vlonjatëve, duhet të jenë për pastrimin, për qytetin, për ujësjellsin, për kanalizimin, për shkollat, për fëmijët e të tjerë si këto. Nuk ka pse të shkojmë parat e vlonjatëve në pagat e lojtarëve, që mund të vinë nga çdo cep i botës. Prandaj them që kjo është një kohë që kërkon kohë, kjo është një gjë që kërkon kohë. Nuk mund të janë tekat e mia apo tekat e tua. Pra është një çështje të kalojnë provizim. Shqipëria ka ndarë. Shqipëria nuk është më një vend socialist apo revizionist. Është një vend kapitalist që do të provizojë dhe kaq.